zot sa trash janë vetë, duke ku jam. Sot është data 24 dhjetor, por ne kishim bërë book hoteli me datë 25. Dhe kur pam trenat, pam që nuk ishte me datë 25, nuk ishte asnjë tren, asnjë transporti. Kështu që kemi rezervuar 2 hotele, një për sot edhe një tjetër për 3 ditë, po, për 3 ditë. Ky hoteli është last minute, kështu që nuk e di se çfarë do jetë edhe si do jetë nga brenda, por që do e shohim së bashku. Kështu që kanë lodra më të frikshme se në Londër. Normal që do vim te një park lojrash, edhe këtu është lodra që na janë sy. Mendojmë që këtu do hiqem. Tani unë qash më qef vija të kjo lodrat, për një gotë doli duke u dridhur, edhe kaq mjaftoi që unë të rri ullur këtu dhe të shikoj nga larg. Po në të njëjtën kohë, dua shumë që ta provoj, thjesht është pak frik. Jam excited, nuk e di, po ndrihet dora. Ishte super, nëse ju vi mundësia me ardh, wow, duhet ta provoni. Në padashi hipëm në disa shkallë, që në total ishin 187 shkallë, se e numëruam, dhe padashi arritëm te Kalaja. S'pëzot vinim nesër. Tani, kjo është pamja, zot sa bukur, shumë bukur. Po, paraditë do jetë më bukur. Ndërsa kjo është ana tjetër. Unë nuk kam shumë bateri në telefon, edhe mendoj ta mbyll këtu këtë video dhe shihemi nesër. Patim! Në mëngjes si goca, tani jemi çuar edhe kemi bërë një gjumë të keq, po, do ta themi këtë, se japim çdo informacion të mundshëm. Nëse kjo nuk është një dritare, dukesh ka si dritare që ka shumë bukur, është thjesht një dritë. Dhe tani do bëjmë make-up shpejt dhe do dalim. Sa është që ndroj vonë më tek nga një pucër e re. Ka dali pucër. Sa thahet vetulla, po bëjmë primerin. Mund të duket më merr i vërtet, por prisni. Nëse do bëjmë blushin, do marrim një fort pinkish. Kur është këtu nuk duket mirë, prandaj nuk po filmoj fare hapa dhe do të përfundoj make-upin dhe do ja tregoj. Ky është dhe make-upi. Duket shumë bukur këtu, por do e shohim sa dalim jashtë. Kam shumë për pantallona të bardha, një xhaketë lëkure, këto agzat. Kam të çantën, kam edhe një pallto, kam edhe një kapuç, përgjithësi do e shohim gjatë rrugës. Unë jam bërë si një motor muslimane, po më pëlqen shumë vetja. Dhe kjo ka rëndësi, apo jo? Sot është Christmas Day, edhe është data 25. Edhe nuk ka lëvizje, por edhe dyqanet nuk janë hapur. Tani jemi në kërkim të një vendi që ne ta ham buk. Çfarë do lloj vendi të jetë, nuk ka rëndësi, rëndësira është ta ham buk. Nëse keni me dymendje për të ardhur apo jo në Skoci, edhe nëse 1% ta keni me dyshje, hajdeni, se është fantastike. Jedin, kush o këtu,
Mi dalë në orën 10:30, është ora 3, do të thënë s'ka shkuar akoma 3 dhe kemi bërë më shumë se 10.000 hapa. Kemi harxuar lek, por nuk e kemi kapur gjitha në video, kështu që ajo se sa lek kemi harxuar do bëjmë një përmbledhje në fund të videos. Por gjithsesi mos harroni të bëni like videos edhe subscribe. Tani është ora 4, ne do ikim tek hoteli edhe do shplodhemi se që kemi, do të thënë, dukem që jam e lodhur. Edhe është super ftohtë, do të thënë jo i ftohtë që s'përballohet, por është ftohtë. Ndërkohë, pamja është magjepsëse, realisht nuk di. Hoteli është këtu, ne shpar erdhëm lan valixhet edhe tani do futemi se check-in ishte në orën 4, shumë vonë, por hajde. Dhoma jonë është në katë të fundit, pra në katin e 7. Po bëjmë një home tour përpara se unë ta bëj rromuj komplet këtu. Këtu është hyrja dhe tek hyrja është një lavaman edhe ekspres, nëse duam që të bëjmë ekspres. Pastaj është kjo pjesa këtu që është si tip salloni, që si dhomdenje le ta themi. Është një pasqyrë këtu. Haj. Edhe kështu. Do t'rregoj edhe dhomën, domethënë pamjen nga dhoma. Pastaj prap këtu është një pasqyrë dhe dhoma. Kjo është një dhomë shumë e bukur në fakt. Super. Edhe këtu prap është pamja nga qyteti. Dhe pastaj këtu është tualeti. Ne donim që vinim që djem fakt këtu te ky hoteli, por ishin të zëna të gjitha dhe sot tani jam bërë gati. S'bëra asgjë, thjesht si isha, ky make-up 10 nga 10, e kam qa me lot, se është ora 7 dhe e kam bërë që në orën 9 të mëngjesit. Edhe se harruan që do thoshim, jam bërë gati dhe do iki të ham. Këtu pika drita më mirë. Pse sa herë që ha buk, nuk e filmoj që po ha buk. Më thënë të thoni jo, si ta filmoj që ha buk. Thjesht nga që po bëj këtë vlogun, kam një problem shumë të madh. Ma hahet buk gjatë gjithë kohës dhe në momentin që vjen ushqimi, thjesht dua ta ha dhe nuk dua të më flasë asnjëri. Siç e patë edhe te video, ne dolëm, kemi ngrënë buk, kemi shkuar në një lounge që ishte super, kishte një super pamje. Edhe pim edhe nga një gjë aty dhe tani kemi ardhur në shtëpi, bëra një dush, flokët do t'ja rregulloj nesër, thjesht më flihet gjumë. Natën e mirë, shihemi në ditën numër 3. Tani kemi pjesën e preferuar që është make-upi. Kam për të bërë dhe flokët, dje në darkë s'kisha nerva për t'i drejtuar, por dhe i bëjmë sot të gjitha. Nuk e di nëse do bëj flokët në fillim apo make-upin, por mendoj të bëj flokët se kam në shumë punë. Ndryshova mendje, do i pjastroj, sepse realisht nuk kam nerva për t'i bërë kaçurela se duan shumë kohë. Ndërkohë sa të ngrohet pjastra, mos harroni të porosisni këto vitaminat e flokëve për të pasur flokë sa më të shëndetshëm. Këto porosit i bëni tek unë në Instagram Gisela Velia. Unë pjastrën e përdor shumë rrallë sepse t'i djeg flokët, po dje duhet t'i kisha drejtuar me kryer një herë dhe pastaj sot t'i kisha bërë me pjastër. Kjo pjastra është shumë e mirë, ka një 7-8 vjet edhe e kam lirë, diku tek 60.000 lekë.
Aq më duket, po. Edhe ja kanë nxjerrë lekët vetes vet. Pjesa parë ushtrive sukses, tani kemi këtë pjesën tjetër lart. Tani do bëjmë make-upin shumë shpejt. Kështu them gjithmonë, por realisht do bëjmë shumë shpejt. Duke qenë se dje pothuajse ishte mbyllur çdo gjë, ne kemi parë pjesën më të madhe këtu, por sot do shohim gjërat që janë hapur edhe do bëjmë ato aktivitetet që mbahet Skotlanda. Kur bin këto make-upet, ndihem sikur digjet një 50.000 lekësh. Më shtyr një palet shumë e bukur, edhe sa herë që e hapja me delikatesë. Edhe u lodha duke e hapur ashtu, edhe e hodha. Kështu që kujdesni make-upet. Sa shkëlqimi jep lëkurës kremi. Unë do lyhem shumë shpejt, do lyhem jashtë kamerës edhe sot, dhe do shihemi në outfitin që do bëj sot. Tani jemi gati, outfiti është këtu. Kam veshur një palë çizme, një fund edhe një bluzë të zezë, me qenë se çizmet janë të zeza. Edhe make-upi është këtu, por pritet se do të shtojmë edhe një xhaket këtij outfitit. Dhe tani jemi në rregull, jemi kompletuar. Tani po dalim, do ham mëngjesin, se s'kemi ngrënë mëngjes, do pim kafe, do bëjmë foto patjetër, edhe pastaj do shohim çfarë mund të bëjmë. Por nëse qëllimi është të provojmë atë lodrën e famshme që unë po e nxjerr këtu, edhe do shohim. Për këtë lodrën këtu po flisja. Sa bukur? Më lartë se kulla shkon. Mas market, që ne vendosim që të vinim në pasdite, por rastësisht erdhëm tani, po thjesht do e shikojmë, edhe pastaj do vim përsëri që të provojmë atë lodrën. Kjo ndërtesa është madhështore. Ishën shumë pikant, nuk ka eshin fare. Kjo është një mish i karamelizuar bif, që ishte shumë i belshëm, edhe sallata ishte sallatë. Pra një nga 10, jo 2 nga 10. Një nga 10, po hajde, mas i këna blet e lekë. Nuk i pas kanë zimje këto. Nuk e di që janë këto me ju a shpjegu, po okej, patate. Perime jo të zjera, se janë shumë të forta. Kaq, tjerat si që janë. Kjo është një lëng jo i mirë. Talc, se unë gatrova. Kësaj pjatës, unë jap një notë 2.5 nga 10. Kam ngrënë. Veç ato që ishte si brumë, si byrek, si ku di unë edhe patatën. Ma më përqia shumë mbëlsira, përveç surosave se ishin të fort, nuk ishin të bush, po që mirë. Po shkojmë te kjo lodra që dukesh ka pakës e frikshme, se në momenti që i puna atje lartë atë rrotullon shumë shpejt, po që kur shumë veta e kanë bërë, pëse nuk sa bëjmë dhe ne. Duke qenë se i pa te ka lodra që ishte super e frikshme, kjo nuk vjeta që e frikshme. Ka radha këtu, ashtu edhe këtu poshtë. Është e lartë 10 metra, edhe këta këtu janë njerëz që presin, por radha është shumë e madhe. Dhe pas pak e kemi radhën e
Unë jam jo krenare për veten time që kam bërë një rrëmuj të papar, edhe unë nuk jam kështu gocë, por tani do i rregullojmë. Gocë fantastike, i futa të gjitha rrobat në valixhe dhe nuk kam asgjë këtu. Çdo gjë perfektos. Ndërkohë unë jam me syze. Për një dush dhe do të prezantoj edhe kokrat e flokëve që janë për rritjen dhe stimulimin e fijeve të reja dhe trashëson këqimen e flokut. Se dojnë ta bëni tuaj, duhet të porosisni në Instagramin tim Gisela Velia. Unë sapo e pita kokrën time dhe unë zakonisht e pi në drek pasi konsumoj ushqimin, nuk pihet në esëll në mëngjes, sepse duhet të jesh e ushqyer, edhe të kesh ushqim, domethënë një esëll. Edhe ma ka ndihmuar shumë flokun, unë nuk është se kam pas ndonjë problematika, por pati një periudhë stresi edhe flokët e mia u holluan disi, por më bën efekt të kokrat. Ku janë? Këtu. Edhe nuk është vetëm për flokët është gjë më e mirë, por është shumë e mirë edhe për lëkurën, edhe për thonjt. Kështu që më bën mirë se unë i ha thonjt. Kjo është dita e fundit edhe tani do bëjmë check-outin, do shohim edhe pak qytetin edhe do nisemi për në Londër. Unë jam veshur e gjitha me xeza, tash e pash domethënë, dhe nuk jam lyer. Sot kishim vendosur që të shinim kalan, por kalaja që ka me pre-order dhe ne nuk kemi për një bilet dhe sot janë sold out, përgjithësi po e shohim shumë nga larg. Kjo është pamja e qytetit, nga një ranë, se si duket nga kalaja. Sot që nga pak freskët, unë jam shumë e lumtur se na mbajti koha, nuk ka shi, edhe sot s'ka rënë shi. Edhe, por sot e mrapa, s'është problem se ne po ikim. Gjitha njerëzit kanë ardhur të zhgënjyer. Kanë ardhur më te kalaja. E kanë nik prapë. Si puna jon. Aty poshtë është edhe kafja ku autori është inspiruar për të shkruar librin e Harry Potterit. Këtu është rruga Victoria që ne e pam nga lart dhe tani do i gjejmë kafen. Edhe ja, i gjetëm edhe kafen. Kafja ishte shumë e vogël, ishte antike, me gura, edhe shumë bukur, po thjesht një kafe e vogël. Vendi më i mirë për matcha është këtu.
Nuk bëra një mbyllje, por kjo është mbyllja e vlogut. Faleminderit që më ndoqët, mos harroni të bëni follow në Instagram, Biseda Delia.